Një raport fshikullues është miratuar në Bruksel për Shqipërinë, i cili rrezikon të bllokojë ose pezullojë ecurinë e mëtejshme të vendit drejt Bashkimit Evropian. I hartuar nga një grup ekspertësh të Komisionit Evropian, inspektimi ka marrë shkas nga intervistimi i një pjese të administratës shqiptare. Ky lloj intervistimi është standard për aspekte studimi dhe kuptimi të gjendjes në marrëdhëniet e punës dhe nuk aplikohet gjithmonë, por vetëm në raste specifike për vendet që kërkojnë anëtarësimin në BE. Raporti, i cili mësohet se është më tepër një dokument informal, sesa pjesa Aquis Communautaire, ka nxjerrë në dritë dhe në tronditse. Punonjës të ministrive dhe institucioneve qendrore kanë rrëfyer para intervistuesve se ndihen të terrorizuar nga shefat e tyre. Pothuajse të gjithë ministrat sillen sipas një protokolli uniform. Ka dëshmi të nënpunësve që thonë se nuk duan të takojnë kurrë prorët e tyre, përkatësisht ministrat apo drejtuesit e institucioneve, sepse i konsiderojnë këto takime si seanca dhune. Në të gjitha rastet e prorët nuk diskutojnë objektivat në mënyrë argumentuese, por i diktojnë dhe kërkojnë që zbatohen patjetër, edhe kur mungojnë kushtet. Shembull i rënd në këtë raport përmendet Mirela Kumbaro, ministre e arsimit, e cila sipas dëshmive ka terrorizuar administratën kur kërkon realizimin e një detyre. Ajo thuhet se urdhëron mos flisni, duhet ishte bërë pa argumentim dhe pa proces trajtimi. Nga Ministria e Arsimit kanë shkuar ankesa edhe te kryeministri Edi Rama nga nënpunës të terrorizuar, por sipas raportit, ai ja ka përcjell ankesat ministres përkatëse, e cila më pas ka ushtruar presion edhe më të madh ndaj autorëve të tyre. Raporti thekson se kjo situatë ka shkaktuar depresion të rënd tek punonjësit, madje edhe rrezikve të vrasjeje, pasi ata nuk përballen me një logjik profesionale dhe intelektuale, por me autoritarë që vendosin urdhra force, sikur të bëhej fjalë për një repart ushtarak. Sipas dokumentit, institucionet qendrore në Shqipëri nuk zhvillojnë diskutime dhe procese të mirëfjellta për hartimin e politikave, por funksionojnë përmes urdhrave të njëanshëm, shpesh me karakter ekzigjent dhe ushtarak. Autorët e raportit i kërkojnë Bashkimit Evropian të ndërmarrë një inspektim të nivelit të lartë mbi mënyrën se si hartohen politikat, si ato komunitare, ashtu edhe sektoriale nga ministrit në Shqipëri. Sinjalet e ardhura nga intervistimet flasin për një frustracion të përditshëm në administrat, ku mungon meritokracia, mungon analiza dhe diskutimi, dhe mbizotron vetëm detyrimi dhe urdhri. Sipas raportit, ministrit në Shqipëri funksionojnë në një gjendje të përhershme emergjence, e cila ka terrorizuar administratën publike.